Cecilia, fshat I vogël me historitë e madhe. Shqyqër më ra puna me ardhë në vështre edhe me njoftë ende njerëz të mirë se... Ka pas dikon 70 shtëpi, për momentin njerëz që tash dikon 40. Edhe vallahi ma mirë se gjojmë kërkon, ku që kësh edhe në qytet, pa hargjime s'ka. Mo që kjellë shatukja, a me ta morë qëto me veti. Po në zonca shumë, sa është numri në zonca? Shumë pa ka në zonca, si vetë me konë dikon ka 5-6 në zonca. Veç për vizitë, dhe më thonë, ju jeni një prej atyne që e ke lanë? E kena lanë, ma jena me ta. A ule mërë po shojmë pak mëre, krejtë si bleta punëtore jam. Onde, hajde po shojmë pak. Përshëndetje me qëtë mi të mediumi shqiptar që krejtë nga unë Dorontina. Sot kemi ardhë në fshatin Cecilit e komunës e Voshtres, kemi ardhë me I po sa shtëpi banimi jënë këto, që është jetan këtë fshat edhe me qka ballafaqohen ata çdo ditë. Na po vazhdojmë drejt, hajdin edhe ju me neve edhe I shohum krejt edhe përse afërmi jetesën, na I bised aty këtu me banor, qa kanë me na thonë, për çka njihet ky fshat, edhe është I braktisëm heq, apo është fshat që ka banor këtu. Deri tash, po duket që është fshat shumë I qetë, as edhe një kalimtar nuk e pam. Po shpresoj që shumë shpejt kemi me taku dikon. Fshati shumë I mirë për ndryshe, ajri nuk e keni idenë, çfarë ajri I pastër, koha me diell edhe po e shijojmë maksimum. Cecilia, fshat I vogël me historitë e madhe. Këto pra është një pllak për kujtimore, 3 heronj, Recep, Lutfi edhe Farok, 3 herot Kosovës. E kisha pyet për ma gjërësisht, nëse veç e kisha taku në I banor, shumë kisha pas dëshirë me ditë ma shumë lidhur me këta. Po që një lëmë, atë shmi thonë këti urë, pru, pak e pas kanë lënë keq, për shkak se nuk ka I mirë mbajtëm, po kështu shumë I bukur, edhe diqysh po të qetësoj ka. Na që e kemi jetën kështu ma dinamike, kur po vim këtu për një me po knaqem. Sa më pas ka mërë mollën e po kështu që mure, këso ndërtime, me tulla, se di a mundet me konë këj rrezikshëm për kalimtarë dhe për banor, si ata që lëvizin me makina, si ata që ecin kom, si kur na sot. Hajde, vazhdojmë. Rrugët, asfalt po, edhe kushtet. Thanë që jënë të mira për jetis, po. Se di pse po I lojnë vendin. Ta shkrejt në qytet po kemë qef o vlo. Qka po na të rikë qyteti? Që kje pasqyre me marrë në shpe. Sa mirë po dukna, do të mi vendos syzat, se e kam shumë problem diellin edhe dritën. Teshat I pas kanë la, garant I pas kanë la me far arjeli se bardhi pas kanë. Tërnë, apo thot që I kanë la 90-60. Hajde po vazhdojnë. Pak humor. Pam param. Shofim pra pas ka. Përshëndetje! Këto duke që janë 2 shtëpi banimi. Unë po provojnë këto drejt. Pas ka pulja, gjela. Mashallah, qfar gjela pas kanë të mdhej. Oj, zoti shpis! Ajni kësajde. Që shjeni, ajni mirë. Jam Dorontina, gazetare prej mediumit shqiptar që krejt. Keni ko me bisedu pak me juve, kemi ardhë në fshatën e juve. A je mirë? Që shje? Jo, mirë, faleminderit, mirë krejt, mirë. Që shjeni ju? Mirë. Familja krejt? Mirë krejt. Shqyqër, kemi ardhë sot me bisedu për fshatin e juve, me po jetesën, edhe pse është kështu fshat ka që I lë mazdore. S'pas ka banor, heq thuja? Valla, thuje s'është shumë pak,
Po, pse apo Bobi çatje. nëse është babi, therma babin. Hajde, në mrana. Faleminderit shumë me kënaqësi. Veç therma avdyllin bisedojmë pak edhe s'po ju morrëm shumë kohë. Ka tik tam. E për çfarë arsye kanë lënë? Arsye se larg transport nuk ka, veç me taksa. Po tujmë qashtë. Përshëndetje nderuam. Ju kemi ardhur me kamera. Ç'është jeni? Ajni mirë, jam Dorontina nga Mediumi Shqiptar që faleminderit shumë çfarë njerëz të mirë. Që shko mundësi me pas këtë zemrën kaq të mirë, jo të vështres. Shqyqër më ra puna me ardhë në vështre edhe me njoftë ende njerëz të mirë se Batina Jemenja që s'ka më njerëz të mirë. Gjithë në stop ka pas njerëz të mirë. Gjithë ka pas. Po pak e kanë shue edhe venin pak popullata se shkjau i transportit. Në zonë satë s'pa kanë qysh. E qësh është jeta këtë në fshatin e ju? Jeta në fshatin tonë është shumë mirë, konë. Edhe është. Kështë fshati i bukur dhe i sociale s'ka. Sociale për me marë sociale këto s'ka, është shumë fshati. Ashtë kjo se jeni ju punëtorshëm. Me blektori bujqësi, edhe na zakonisht edhe me ndërtim jena marrë hanë gjithë në stop me baba babqesh, po ma shumë me bujqësi. Me bujqësi. Për shembull ju me çka mirë, ç'a punoni? Na unë ndërmarrjen private, Arioni, kompani. Anë Vështre, punoj që 8 vjetë. 8 vjetë. Ashtë puna e vështirë, që shka lëm punë? Ndërtimi. Sa keni të sigurt atë punë? Mirë. Nuk është, kompania është gjithë shka në regullë. Kena punu edhe punojmë, po tash transporti veç. Ju për shembull kur po Na shkoni? veç me vetur. Veç me vetur. Personale. Personale. A nuk jau kanë hekë këtë rrugtimi? Jo, se s'ka. Është një kompani taksi sa më drejgja, po ajo si më përmbush standardet. Kushtet si më përmbush. Se Apo ka shpenzime kështu? shpenzime ka. Ka, shumë. Në 150 euro muin së më del. Veç rrugë. Veç rrugë mu. E kështë puna po, puna të Puna paguhet është- mundi mjaftueshëm. Po, mirë është. Shumë mirë. Mirë është. A sa antar jeni dhe a jeni antar? 5 antarë jem. Punoni veç ju. Veç unë punoj. Me këtë punë e mon familjen. Me qëtë punë. Kështu diçka Te për shembull? Arioni jam, Po, edhe veç me qëtë punë kom punu. shumë mirë. E kështë përveç punës që e bën këtë kompaninë që e ceke, diçka me punë të Po, shtëpisë, gjellni diçka? verës, merna me vojtësi, kom per misër, Krejt çka shkoj. kumull i punoj. A i punoni veç për veti Ve- apo dhe i Edhe shetë? ka pak i shesën, po ma shumë për familje. Po. Për familje mu dim. Çka e veçan fshatin e ju? Po vazhdojmë që shtë. Shatin tonë e veçan shumë. Se Edhe qenë, jo pasi, që është i lidhur. fshat, po pas e jesi la. Jo që fshat është, ka pos dikon 70 shtëpi, për momentin janë që tash dikon 40. 40 banushme. 40 janë banushme, po janë dalë edhe, tash janë dalë edhe ta që janë të rinia ndalë jashtë shumë. Po. E Por tash, se me dalë, më falë që po të ndërprej, e kjo shtëpia, është e kjo ju e vjetë jemja, po. Dyat. Dyat janë. Të veç i lani teshat edhe i që ti më kërë. Shtë, dhe kina pas për para, tash po, Lari në ashtë diçka. da tash e kanë lonë mas. Ka gja shumë se pleqë në kanë shkue, Edhe në ta qim, shërinia nuk e në një kohë. rinia, S'keni tash kohë se edhe të mojtë familje. Po. veç që fshatë që ju konë, kena pas edhe shkollën mirë, kena pas mardhoni nërmjet veti E ta shyshen mardoni, Shumë ta jenë ndë... shumë mirë. Që njajtë janë, po, s'ki si për para që ju konë, e bëjshëm shkollë që atë, bëjshën dikon 20 ekipe të futbollit tash, 10 ekipe, 15, s'kota. A e një kështë me zveti, Mes a shkoni veti në qoja se ju... A i Krejt, keni qoja po, që është të nasta, vështërija që është një. Si gjithë. Se gjithë, 70, a? Aj, sa dush. E, mirë është, nuk i kemë punë të keqë kështu me pesheve vetë, tash fushtet tëna, po, veç transporti për në zonë sa për. Për shembull, i pash këta kanë fëmija ju, apo? Janë 2 vajza i kam, djali është shkollë poshtë. Për shembull. Apo është e vështirë pjesa e shkollës? Tash, edhe na kush kena janë vëtu fëmijët gjithë, qysh?
Që kjo veç me qitë kompani që taksi sa më drejgja, tjerë asnjë. Po, edhe ato e paguni kështë Po, çdo muaj. kim mujurën e kanë. Apo është shtrejt mujore. I shkon dikon 40 euro për valla, për një person. E kështu rrymë internet e këto krejt funksionojnë. Krejt. Se ka pas disa fshatra në Vushtrë që Ja, edhe ja. rrymën se kishin. Tu, peshe, na i kam pru edhe të trofen, ne kam pru, po edhe tensionin në nalt. Tash e kemi edhe i pëkan, është funksionale, i pëka është gjithçka në rregull. Shkollën e kemi ofër, xhamia o vëllonta vjen 2 herë në javë të mjeku, po Po e pas këtë në fillim e kishit ta po vëllonta është atje, Xhamia, edhe vëllonta. xhamia, po, më atje, nga ta janë. Po vëllat pak. Elshojnë. Po s'ki që i bënë, po do të me nejtë qëtë. Edhe vallahi ma mirë se gjonë kërkon. Ku që kësh, edhe në qytet, pa hargjime s'ka. Në qytet e ki 2 fish shpenzimet. Po do të me nejtë qëtë. A ke mendu për shembull ju në herë me ndru Po. vendin? Po. A e ki si Veç opcion? shkaku i udhëtimit se gjë tjetër, për sen tjetër ja. Po, i të sa ma e mirë të Veç knoqesh. udhëtimi, për në zonë sa, se për tjetër sen jo. Veç që transport me posna, më ma mirë se lypi. Jo që këm bo 48 vjetë, po ma shumë në nuk lypi. Se i kam të nga qështë, i kam ofër familjen e kam mirë, elhamdulillah, po, që kja është. Ndrum, na të faleminderit shumë për kohën edhe që sim. nuk hezitut me na Një kafe Prit. bje, një qaja. faleminderit shumë. Wallahi me gjithë knatësi. qefa, na, Është shumë knatësi edhe për neve. kur gjës na kushton. Jo, faleminderit Veç me shumë. hi mu knaq. Edhe na me Faleminderit shumë edhe ju, knatësi e këshëm pi jeni qajnë, orë. po po vazhdojmë, se jemi ende në punë. Edhe Shumë, shpresoj e që kena kalofshi mu pa mirë, për të mirë, Se na faleminderit. ka të na shatovët na që shtë jem, na pa punu diçka, Ç'do do të me po konë? s'ki, dime, na. Gjallnika i një vadi hova. Wallahi, na janë bo, janë qmistu veç push, se që të saj na konë. Ka pos arran, mullak, izmak. Jën konë zhegrav, kur një jetë probleme s'kena pas. Ma mirë s'ka pas kur, unë mosh ke që kja rrugë, plët, mi, s'kena pas probleme kur, aj normal, aj pa u ka sa fyt një herë zbohet, po, pas problemet në oja ju kur. Edhe ato qaj i kena pas nga të rejt, i kanë ndërpri, për i mrena dite. Jo e mojti nati. Hiq. Rini, në shkollë, kërë nga shku e një orë, një ma i rritën, në ekip, të ka dosh ty me dalë, se je konë ma i vogli, je dalë. Pe ekipi e u hijaj, a mo ja, s'kena pas probleme kërë. Bile do që i kam, unë vështëret që janë, i kam shumë, kur të shkoj bile respekt ndaj tyne, kam, edhe ata ndaj me je. Se kena pas shumë mirë i kena pas, se është punë me ta, kur s'kena pas problema, s'ka që po, që ta është pesha që jenë po të largohen, pesha do kusherit që të po më largohen, këtë që shumë, Allahin, shkaku i udhëtimit të mive, po do të mërë. Edhe unë s'po thamë veç, ka gjaj kam dhe farsenesh, që Në plan. po më shtim me dole edhe unë. S'kam S'kam shumë. Mija, shprimore, Qaja, familja, Përnjetar në matë mirë, që i të sakrifikon gjithmonë. I ndrum na po të përshëndesëm edhe një herë. Faleminderit mirë. shumë, ishte shumë kënaqësi. kalash mirë edhe te, Shpresoj që kena mu pa për të mirë. për të mirë shumë. Faleminderit shumë. Respekt. Na po vazhdojmë këtë pjesën drejt. Ishte një muhabet shumë i mirë dhe na priti shumë mirë. Gëzohem që kemi njerëz tillë dhe fatmirësisht nuk janë këtë njerëzit e njëjtë. Ishte shumë njëri pozitiv. Edhe na si gazetar nuk e kemi punën e lehtë dhe është mirë kur të pret mirë dikush edhe të bën me uni mirë. Gjithsesi na po vazhdojmë poshtë, po një qekiqi, a gjallënika janë, këta banorët e kësa janë që shkojmë. Përshëndetje i nderuar. Si jeni? A mu i me hy? Faleminderit shumë, është knatësi. A je lodh? Qësh jeni? Unë jam Dorontina, jam gazetar nga Mediumi Shqiptar Sekret. Kemi ardhur me vizitu fshatin e juve, me pa jetesën e juve. Qësh po kaloni? Na kalojnë a mirë, jena mirë veç flesh vetën. Se jeni mirë. Ty plak pithu vetës a?
Ja, në s'kësha thonë, vëlla, hajde që talë që të pjesën qështë? Hajde, Ondi? hajde. Që vërsat mirë. Se, po ka vende, ku Ajo thë, ka mirën. Ajo bika një ujë. Faleminderit shumë. Nuk jemi për ujë, faleminderit shumë. Knaci. Veç Sa do mirë të rëllofe, heq mos të kujto kur gjo se s'dojmë, se në kreti kemi kry. Po. Veç për neve është e rëndësishme 2 rëllofe me ndru me juve, edhe më na tregu pak a Hollët shumë. una, Halët të juve dhe qa ke të punu që me këtë drasë? Qa ke të do? Shu. A ja nije, që ke të dosh me jo, bokti? jo. Për marroj një ven, i kam pak dele, i kam bli pak dele, mos me nejtë vetën. Edhe, po tash, o më shtuhen delet, e më dhëtë mja për i disë një ven, ma shumë, mos me nejtë krejtë qështu. E krejt vetë, po ja u vënë dërtimin e këtu. Shumë Këtu e mirë. kom pas firme në lëbë për para, Po, tash, tash s'kam lëbë, e kom hiq lëbë, se jam vetën. as mujte me ju nejtë gati krejt veta? Jo, shoq jam diq, e qumë shti dënë me konë pastër. Ja, është vetë s'ke mujt. Vetë s'ke mujt. Po. E tash më the që ki edhe Po kam do dele. dele, po. A mune me hymë na mi pa? Po. Sa dele i ki ndërru? I kam bli 8 dele, Dele. Hajde inshallah t'i shtën zoti me bereqet. një herë më kanë shtu do, tash më shtuhen edhe Sa do. të gëzetshme që janë. Edhe, që shtu tash. Mo që kje lësha tukja, shumë e bukur koka. Jo, Kicik. këtu kur shtuhen, din 5 kinja të vogël i bujnë. Mashallah. Po. A me ta morë qëto me veti. Smurë se zjenë vetëm. Se s'vjen vetë. Po nashtë dikur janë nisëm dënë edhe mu. E, po, pa mu s'kon kjo kërkun. E, mashallah, shumë dele të bukura. Sa t'hish me këtë leshta kokën. Këtë leshta. I kam S'mos javë në kum, po, ç'to i kam laj. hik, këtu janë dili. Çfarë racë është kjo? Kjo është racë Rumanov, ka thirën. Romanovka. Tarë në pe Qekije dykun. Po. Shtuhen 2 vit, Deri në cofa, deri në 5 mundet me i bërë. din 5 Gjeca, kinja, din atë 5, që thojnë. po. Din 5 kinja i bën i dele. Varet fej 2 të kjo për shembull, të falë herë herë, shtu i ka 2 vogël. Mashallah. Sa mirë. Bylmetin, Ja, qumshtin. veç këta pinë. Apo, dhe më thonë nuk e merë kështë diçka Nuk për i mishit. nuk o dalin, duhet i raniti me cucull. Janë një muj ditë. Po. Se mi 2 kinja nuk mundet me i ranit një dele, e ata 2 a 3 tjirë sa janë, i raniti me tutull. Po. E këtë racën, qysh e gjete, E gjeta, qysh unë juftove me ditë me ble. unë pej i ka pa, i qëtë kënja i reklamojke, edhe u bona unë marak me i bli. Edhe ju shkrujte tani. Edhe po shkrujt edhe i kom bli 7 cupa, dhe më thonë 8 cupa i kom bli, Po. tash për momentin janë 17, edhe shtuhen tash pas kësajnë edhe këto tirat, edhe një mujtë, shtuhen. Deri në qëfar numre e ki menen me i bon? Me i bo e kam dikon din 50, 50. i këshiri në vetën. Deri në 50 mundesh me i këqyrve. E kam një djallë në Gjermoni, më ka shkue, një e kam këtu punan gjadet me italian, nuk ka kohë me më një muaj kur, veç zilë. Po, Tani do të dhe këtë hapsiren me ja o zgjerua? po tash e javë të në i krejt ta, tash këtu e hapin i dirë, e mbylli këtu për para, edhe do të me rritë. Mas një viti do të me marru dhe i tëtër. Inshallah i marrën edhe 5-6. Faleminderit. Se për një me këtë loj, po ja vlej ka dhe me mojt, veç për sy, mi pa, mjafton. Qashtë. Çka e veçën për shembull që tracen? E Ose, a e veç- ka nej E veçanti ose nej që thojmë na që do të një hizmet kështë ma... Po, hizmetin e dojnë ma të mirë, dojnë hen me pas ma të mirë, se shtuhen 2 në vetë. Po, Edhe e kanë një të mirë që edhe mos me lëshu tira dele, burtasin mos me lëshue. Po din, këtu zburtasin hiç kur, unë i moj mrena. Kam qenë i firmë Lipjan atje, me qysh i ka, edhe a i kishtë dikon i gjalli ri, dikon i 150 krerë. Thash a i qëtë herë për jashtë tha ju. Po a i kish kushtet, a i ki fitu një grand për ministri. Unë nuk lypi grand se kam moshën, po sot jam i fort i këqyrë qështë. nashte po i mojnë që këtu edhe
Për qeftonin, kështë për marak. Po. Ju që Po jo që kam... menon Jo. me përfitu për ty. Jo, unë e kam një penzion veteranëve, jam veteran ju që kësë. Po, një muaj në djelët. Veç kom pas marak gjithë me i bua, E për shembull me ta lyp dikush në njom jashita, Po, jashet. jashet. Ose deri Po, marakun, qërë, më të bo dikush marak, do të me jashit se nuk jashe hori. E unë që u bonën që t'le shatuken marak? A ku kje me mojtin në banes atë? Po ku pëti qetojnë banet? Të rritë ju s'dënin katën. Po valla mire ki. E qoj dikon katën, ja bëjt i qyshti. Janë nuk mënë ashtu, ja s'bën. Edhe nuk rrinë jo vetëm. Ja bëjt atë para banes e lujnë fëmija knoqen. Nuk rrinë vetëm një. Sa shkën çmimi i njonës për shembull? Njonës veç delja në 300 euro s'ko, pakin që. Qa t'le shatuken më zgabon më shi 300, 400. Allo. E që shto shumë mirë, pasha zote u knaqem, shumë njëri mirë, pozitiv, veç energjit mirë na jepe. E përfundu me deli, nuk ka më në i pytje. Jo. Jetë. Aty kam knaqen 40 koshare E shkojmë të shoh përse ofër me abon. Bën. E tash nuk hojnë, tash shoftoft nuk dalin ato. Ja, nuk dalin. Edhe me më hongër thojnë është mirë, Është në ne, trup po. shëndetshëm. Unë kam po shumë raste pe mashin i tegull, Po, aty ku ka një rridhim në gua dikona bëdin, ishtë jenë 2-3 blet, 2-3 miza, edhe me tu e lkun pak, që mi hangën aty bëdin, edhe me jahik dhimtën. Mu më hanë një herë, bile një herë e kom gjithë një bletun në malë atje, edhe ju më shkun të trenerë ka të huva, edhe deri sa e kom shtinë në koshere, më kanë hongër kretë me kryë, ftyrë, me trup, me... Ku me ditë sa më kanë hongër, po asë të mi e kësim shku. Ju maj kështu? Po, e qysh, as nuk u tot që, Jo, e jo. qysh e kaluve, veç ashtë vetë. Po vetë ashtu e kalu veshtina këtu edhe... Shumë mirë. Sa the i ki këso 40. A e qesin mjoltin e mirë bejo krejt. Bia kam, këre po më vjen shumë keq se kam... Qka, me na jetë neve? Se kam ju, Ajde, jo, rastan. atë se mu po ma morën e jotën si vendiri. A kina i numër telefonit a diçka, a e shet mjoltin po? A i ki klientat e tu? Kam klientat e mi e shes, Se, qa ditë si të nxirri e din, Po. më din, edhe nesët vinë ma morën krejt. okej. Sa është një tegull, a qysh e shet? Një tegull unë e shes 25 euro. 25 euro. Se dikush, besoj ka me Ej. pas të interesum, Nga, ja më shumë të unë e pa e kërku pak që tash nuk e lën. po. Ha? Për një me heqa. Qëve që ka një shikmin, apo ishte të hongër, Që shtu ishte një. hajde këqyri të hongër. Wow, qëfar procesi. Që to vjeti ku mbo, Këtu, kurse pas kjo në po ushqim është, procedurën. kjo është ushqim veç për dimën. S'kom fjallë dhe më thonë, sa interesant. Shumë. Gjeltë po më thujnë shiti, komplet shiti blet. Këto dhe më thonë, hojnë krejt dimin tani në pranvera, Po, a ja tash- fillojnë pranverë, Ja, në ama pranverë, herët. që tashun edhe kur të është koha plus 8 gradë, do të me kanë, por me shqyje me shërbet me sheqer. e bon shërbetin, E bëj shërbetin me sheqer. qëta dhe më thonë është shërbet, ha? Jo, këta nuk është A shërbet. këta është Këta ushqimi është tini ushqim kësaj rujtë që po të dolin. E mo po marki. Jo. Me konë me parfim të niqin. Po. Po. Vallaj, E parfimin nuk e dojnë. Veç që të raftat se të kërën fluk të arkejt këtë të kërën në ongë. Po. Edhe kur më kishim po, Eh. kur më kishim po tani së më kishin njoft njerëzit. Thojnë që ka pas ka këthy kjo. Ju më kom bjesh, ju kësha thonë. E, të me mi qartë blet. E, mashallah. Sa mirë. E kështu ti, hiç nuk e ki bezdi kur të hojnë, edhe nuk tutesh, jo. një me, a Po e më kijet, dhem, më dhem ka pak, po të më që them, Po. a e kijet i kam ato rjetë teshat, mbrojtëse, po, i kam ato teshat mbrojtëse. se më kujtohet e kum po gjyshin, Po, kur ju më konë e vogël, krejt e pështjelke, me ato Jo, i rjetat e krejt e mlojshin. Po, i kam ato teshat mbrojtëse. A kështë kur s'kom guxu me u afru mi Jo, po? e kam atë maçinën, ato komuna më ka dhonë, dhurat. Me nxirë mi altën, Në nxirë një olten. Po. Këtë vet i bën. kreti bëj vetë. E kam një shtash pesa Madrid gjajmë një mënë. E kam një ven, këtu si ka larnja 500 metra.
Ja ko mill 1 hektar lullë, është e posaçme për blet, tash edhe një 1 muaj e gjys, kur tiraniti me sheqer, kur forcuan atu, se tash veç kanë bo vezë, po din, tash shtuhen, shumë shtuhen. Edhe i marri qes në traktor, i qaj atje, i lo gjithë verë. Për të procedura kështu. Kogja ka punë, po Kur e bën me qef. edhe bëj me qef edhe ka interes. E prezento edhe një herë kush don me pas ndonjë kontakt, po besoj që ka me pas shumë të interesum që kanë me lyp mjaltën. Po është Ose në problemi, numër telefoni. është problemi që nuk për momentin sa kam klient nuk kam mjallë me shqitë. Që të është problemi. Po të hap numrin, jam shef ki përquk nga të Telia. Numrin e kam 044 308 620. Që po vdekun e numrin ja pa edhe e presin ata. Për momentin, Po besoj kanë me telefonun kështu gjatë gjithë kohës edhe kur do që ki, mirë, s'ki. për momentin s'kam. Po, tegulla kushton 25 euro e vogla. Po, Po. 800 grama, jo, nuk ka 1 normale. kilogram, po është 800 gram. Shumë Normale, po. Shumë mirë. Diçka tjetër që kimi na tregu, po të bëllë, që me na tregu, knaqe, muhabet, S'kam qam ju të regu. tjetër, me kom për jetën. Jetaj me djalin, djali punon në Prishtinë. A është i martum djali? Është i fejum, s'është martë muale, Dhe më thënë vetëm me djalin jetën. vetëm me djalin jetaj. Ose bashkëshort jam tregove që Po, të më kam kap. vdek. Që ti bësh jeta është kështu. Qështë, do të me pranuar. Pak shtirë me jetu vetëm, po me marrë gjithë kanë me prunë shpjërës problem. Që edhe kështu pak i ri, A. po dukesh, po. Nuk jom rujtë se nuk kem bashkëri, kam 63 vjetë. Nashtë e ki që të kanë hongër bletë dhe ta Jo, kanë jo, mund jo. të të shëndetin kështu në nivel. Qështë, Ndërum na të falemderit shumë për kohën. edhe për ju falemderit. Ishte shumë kënaqësi. Edhe Zotit i dhosh krejt mirat. Falemderit. E inshallah të shtuan klient hala ma shumë. E që atë lesha tuken, verësën e kome ardhe, kome ta marrë. Du të më jam marru venin. Po e lo që të i para banesës, Ja, da, po thu ju, a? a Prishtinë tonë? Po. Oh, sa qeni është atje. E hanë zonë. Bash, A? bash. E Po pilem ku marrë me vizitu, se shumë ke e Me mirë. vizitua. Para dite, zakonisht shkojnë qytet me hongër mëngjes, edhe na vështë të japim qajshun. Rruju kur shkajsh ati përzu, e për mos. Si vështreja mo që njihet për qaj? Peqë saj kohë, dhe në bromje jam në shpe. Në shpresoj që kemi më u po, edhe hirave të tjera, kur të i bën numrin ma shumë delev, edhe besoj që kena me pas tani halo ma shumë që ka Besoj me që fol. tash, dikun 5-6 pashtuhen, edhe një muj, bohan dikun ofër 20 kinqë. Shumë mirë. Tash veç pas ke fillu, jemi në prak pranvirës me zgjeru venin, mi Andres, mi au bogati. Këtu për para kur i kom pas lëpt, e kom bo këtë ven veç me shti shymin, se s'ma kanë zonë atje. E tash du me hi që me i maru kështu të mirë. Këtë këtë pjesën të me heka? Po, du me hi këtë pjesën krejt qysh është. Po. E me i maru të mirë edhe me po dhe një ven tash qëtu. Shumë mirë, qëfar komoditeti me pas delet. Po në fshat që s'ki diçka pësërë në fshat. A? Qaj është? Edhe në shatë pas ke gjallnek, Të dhe në televizion jeni. jemi me gjumë shqiptar që krejt. Keni me pa në YouTube këtë storjen që zhvillum bashk. E të falenderoj edhe njëherë për kohën. Faleminderit edhe juve. Ishte shumë kënaqësi, respekt juve edhe familjes. U pafshim për të mirë. Shoq, hajde me të mira. Hajde me të mira. Faleminderit shumë i nderuar. Jetojnë falju. Në rregull. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Miru pafshim. E zhvillum një bisedë kogja të mirë edhe pa çka me na tregu. Unë që si njerëz lypi, se për çta dhe kum dal. Me pa do gjona që na nuk i kemi ditë, që për shembull unë që to vjet i kum bo, s'po ju kallëzoj sa i kam, po nuk e kum ditë procedurën deri sa pohet fitimi i mjaltit. Hajde po vazhdojmë këtë shtëpinë tjetër për para se me hy.
një plak. Ky objekt shërbeu si shtab kryesor i batalionit 84 i brigadës 141 të ZUSH-s. Çfarë më thua kjo? Zonë sa, a? Nëse nga janari vitit 1999 e gjerë në përfundim të luftës në qershor të vitit 1999. Shpresoj që është dikush këtu brenda edhe bashkë kisha pyet për këtë pllakën. Gjithsesi kjo e ka një domethënie. Tira ke mbyll me. S'ka këtë. A? Po duket që nuk është kërkoshëm këtë shtëpi. Oj, zoti i shtëpis! A jeni kësajde, ej! Nuk është kërkosh këtë në shtëpi. T'jalojmë dirën që shëpaten. Mirë është, me shumë knatësi, edhe me shumë interes, e kisha pyet për pllakën. Kush e ka vendus, arsyen pak ma në detaje, na e lexuam, kuptuam pak a shumë, po na tregu ma gjërësisht. Xhamia, mashallah, sa e bukur. Edhe tikun e pash ambulancën, sa mirë që e kishin edhe ambulancën familjare, dras përkëtësimit shëndetit prej banorëve këtë dikujt e kanë këtë afër, të pak të ndihmën e parë. Ndihma e parë shpeshere bën befasi. Po e mirat mirës mos u bofshëm për ambulant kur. Na po vazhdojmë këtë rrugtimin ton. Deri me tash kemi kalu super. Sidomos kjo pjesa me bilet, ke shumë e mirë. Po e shoh dhe së një makim. Përshëndetje! Qysh jeni ndërum? A je mirë? Unë jem Dorontina gazetare. Qysh jeni? Përshëndetje bukurosh. A je mirë? Qysh jeni? Qysh po kaloni? Vesh se jam të veç në kurs. Në kurs, në rregull, 2 fjalë për fshatin. Kemi dalë për fshatin. Cecili. Po, edhe deshte me ditë sa është i banueshëm ky fshat. Po shihet pak bosh, pse e kanë lënë onash kështu. Shumë e kanë lënë onash edhe shumë janë ikë, janë dolë. Janë qytet, janë shkuë, janë jashtë venit. A e dini arsyen? Pse? A janë kushtet e mira këtu për jetesë? Këtu janë kushte shumë të mira për jetesë, por nuk e di pse janë dolë, pse janë ikë. S'po di qa me të thonë. Jo jetoni këtu me familje? Po, me familje. Punoni me çfarë mirë? Unë punoj në shkollë, kurrier këtu në Cecili. Po. Edhe i kam 2 lop, 2 pula, me tu, me... Po, me punën edhe me lope me këtu nxjerr kapak? Po, Nga bylmeti i shitni? I shisëm kapak bylmetin, është ne qumshtur ato të bashkë shotin sa madregja, ato e qojmë, është grumbullimi qumshtit, e qojmë qumshtin ato, edhe qështë kapak gjatë, kapak moz, kapak qumshtish. E thatë që jeni korel këtu në shkollën Në shkollën Cecilia, po. A ka nxonca shumë, sa është numri nxonca? Shumë pak o nxonsa, se A ke rafërsisht sa nxonca jenë? duhet me thonë dikon ka 5-6 nxonsa. 5-6. Po, që ato. Shkolla është kështu hiq e madhe se s'po di sakt. Jo, nuk mund, A nuk shihet duket prej me kësaj këtu. pjese ju? Veç mundi me shku qisajnt, me kalu urën, ndjot, shkoni manal, ape ndjot edhe drejt të shkolla jo qetë. Po më intereson rryma, këto krejt janë në rregull? Krejt janë rregull, krejt janë rregull. Nëjse ujtë të sjellësit nuk ku ordha halak ne, ama rryma në rregull, rrugët janë rregull, uj ka boll që lume kur nuk shterët, Edhe njerëzit shumë të mirë, edhe njerëzit kaloni shumë mirë me zveti. shumë mirë janë kom, po që tash e kanë prish masi janë ikë, e kanë lënë venin. I ndërrunas po ju morëm kohë, faleminderit shumë, ishte knatësi, E kaloni mirë, respekt, me të e mira. mos u lodhni, që dëni me Faleminderit shku në shkollë, qashtu shkoni. Po besoj që Janë mësuset edhe nxënësat ato, veç ndërrimi i dyta. Po, në rregull. Ditën e Faleminderit shumë, ishte kaloni knatësi, mirë. me të mira. E bëm edhe një bisedë
pak të shkurt, e kam prapa edhe një makinë. Përshëndetje! Qysh jeni? A jeni mirë, jam Dorontina. Përshëndetje Zoj, si je? A je mirë? Na vjen mirë. Qysh jeni? Përshëndet familja. Krejt rehat? Mirë, jo? Mirë edhe na. Sot kemi ardhur në vizitë në fshatin e ju me po jetesën. Kemi fol me disa banor këtu, po pak po mbjen sy se shumë pak banor. Pse? Pak ka banor. Që i ka shty me lon venin? Mas shumë t'i ka shtyje transporti. Problemi është transporti. A i një anku dikon, a u mor dikosh me Po juve? jo, po është gjëna me boshatis kështë venin për shkak një transporti? Normal u duh me kohën, me marrë iniciativë për transportin, me zgjidh problemin e transportit. Po. Jo, po nëni, e qa mirëni? Unë jetaj në qytet, këtu veç vina për vizitë. Qytetari, normal, kyllet e kome. Veç për vizitë, më thonë, ju jeni një prej atyne që e ke lonë. E këna lonë, na jena me ta. Tash vini vizit, a punoni diçka, keni diçka këtu? Punojmë të mirë me punë fshatit. Po, do më thonë nuk e keni lonë, Jo, nësh? se këna lonë. Nga këto punime që i bëni, përfitoni prej tyne, i shitni a diçka? Për vejti ka pak veç për dhe veti, i shismi ka pak. Po ecë puna mirë? Po mirë është. Në rregull. Ma shumë s'po ju marku, ishte shumë knatësi, faleminderit Zoj, përshëndes shumë. Faleminderit. Hajde me të mira, respekt, faleminderit shumë. Edhe një bisedë tjetër e shkurt. A ule mërë po shojmë pak mëre. Krejt si bleta punëtore, jam pa ditë më nol njëri. Hajde mërë po shojmë pak se kena me de, kena me lo krejt. Pa mos pi zhyti pantullat. Onde, hajde po shojmë pak. Edhe vesti ondi një cigare se ki qef me pi. Jo, mërë qëfar ca i gore bona. Vesh të kishëm shtë një qaj rusi. A, va. Heja, di që shenë të frimu bre. Sa mirë. E u knaqe ma. Unë që të përri, du me qëndru për një orë, a mo shefi nuk bën me ditë, sa i din që unë jam të punu në teren. Edhe me nën që jem të pësedu me banor, a nuk e din që unë jam të u knaqe. Pauzën e krytëm o tenoli që të kerë, shpejt. Përshëndetje i ndërum, qysh jeni? Njëm Dorontina, gazetar nga Mediumi Shqiptar që krejt, qysh jeni? Familja krejt rahat? Qysh po kalon një banor në këti fshate? Mirë. A i një banor këtu? Po. Tu jetoni? Jam në atë lojën përshëri. Këto qka të qiti puna? Këto dalë këto për vështëre dalë. Ma shpejt me donë qyteta? Po. Studime? Për studime dalë vështëre. Ah, okej. Qysh është jeta në fshatin e ju? Apo më kallëzë me dy fjallë? Me jero lojë. Unë për vete, në shatë jam shumë i knoqën. Me qka merrni, qka punoni? Punoj izolime të shpia, E keni firmen apo jeni punëtor? për dikan kështë. Për dikon, po. E mojmë dhe lëpë, dhe pula, dhe qështë. Sa lopi moni për shkak? 3 lëpë i kam në. Me që atë... Me që ato e nxjerrni po. I shetni bylmetin ato. Po. Pak që kam ronë sy ke, pse kanë lënë vendin kështu fshatin, kash... E kanë lonë shumë. Shumë e kanë lonë, po... A i dini arsyen pse u lënë fshati? Arsye s'di. Asfalti kom për para, për shumë para lufte, e kanë mojtë, s'ka pos asfalt këtë kanë. Ke po aki janë një orë dinë sa ma drejsh me dorë, tash janë tenat, po Vesh pelan. kështu me dash me jetu munësh këtë. Edhe fshati shumë i bukur, malor, ajri i Nuk pastër. ka për shumë, ka shotra për shumë që ka, është vend i thyshëm. Për dhime në sen, këtë nuk është. Është shumë fshat i mirë. Po. Edhe i qetë, edhe njerëzit e mirë, edhe kështu shkoni të njëni tjetri. Kur probleme s'kena pos në fshat, kur s'ka po aki janë. E këta që e kanë lënë fshatin, a vinë kështu për vizit, a mojnë diçka, punojnë diçka në toka, po? Punojnë, po. Shumica punojnë. Po, a mundesh më kallëzu për këtë sa ken 3 herod, mundesh më kallëzu diçka ma shumë? Këta 3 janë Është historia. luftës të funit. Po. E këta tjerë janë, do me thonë, për 1912-ës. E kam po qëfar busti për shumë për krejtani. Po, ky busti, Kjo veç malësur. A den figur malësure. po.
I përfshin krejt. Krejt, dhe më thonë i përmbledh krejt. I ndrum nas po të morrëm kohë, po është edhe një zotëri atje. Po du me ndollë edhe ato pak, një 2 llofe. Faleminderit me të mira. Faleminderit për kohën. Përshëndetje i nderuar. A jeni a qësh jeni a? As do me dorën a? Dorën tina, gazetare. Qësh jeni? A jeni mirë? Mirë. Familja krejt rahat? Krejt mirë. Me hollë me dirte? Shumë mirë. Mirë, krejt mirë, shumë mirë pozitiv. Jo vetë, tonë mirë. Mirë, faleminderit edhe na që të Qa punu. ka që s'ka? Që, pun, na të di që të shumë pak e zdrit. Jo po. Po këtë më fshatin e juvë, apo punuat, a qa po bohët a? Po. E qa mirë, qa punoni? Të mirë me bërsi, me... Tanat ato. Vendi Me mirë, pushtetit, me... vend malor, jeni banor që sa viti këta? Unë këto se boj menë. As Kam vetë. gjeshe bobe, 4 Je lidi i rrit. Po jem disë. Që to... Na i ndryshim prej viteve të kalume në këtë katunin e ju, që mund është me vequ, ose qka e veqon katunin e ju kështu? Ka, ndryshime ka bo shumë. Rruga hojdisë të jepot, Po. te sa këtë, ujësi e se veç gatur shu. Ujësilëci, Po, deri me tash, te sa ma dreqë këne i halot. kushtet e mira për jetes janë, Bira bëll, po, e pse kosheret mëre kanë lënë vendin? e ka shu. Ka e kujshtia. Krejt e kanë shu, Allah. Shumë vendi qitë. Shumë vende qetë, shpia bëll, a njerëz pak. Për çfarë arsye kanë lënë mas shumë ti katunin? Allah, po ka qef sheja shkote që. Po i pëlqen qyteti, ja? Jeta me mje, po thujnë. Ju, po në një diçka? Unë për e shkollë, Në shkollë, qa po në? pas rusë. Shumë mirë, po shkon puna mirë? Me jetë që jem të shku punë. Punë, prej sa shtore, se s'ka më pas ka Treve fshi. ka. Sa shtore, prej sa kime fillu? E treve, Prej 3-ve. I mbonë ca orë? 8. 8 orë. Edhe 2 minutat pas kanë mitë. E me shku kështë mas 2 minutat atë e diçka? Jo, sa Hajde se problemi. Me fshi aty kur do që qka Sa në zamë. problemi e që. Apo paguhet mirë mundi? Po gëna, Po, apo paguhet mirë? 450 e. Rrugën e kam. Po. Kishëm pas qeftë ma shumë, po? S'ka. Në zonë ca? Sa është numëri në Zonësat zonë e jenë ja 38. 38. Po dhe se Të pare familjet, ka 300. familjet jenë largu edhe fëmija bashkë me ta. Jo, po shkojnë jashtë. E kushtet atë në shkolla janë të mira. A, A janë kushtet mire, e mira. mire. Mire. Edhe stafi, mirë. Shumë. Po, valla. Që 28 vjetë janë dykon. 28 vjetë. Çdo është marrë ty me ta bo rrugën 1.000 euro. Në dalë për zia me në maj. Me një maj. Hajde për hajde. Hajde. Tani mos mundesh me vazhdu të Valla, qka. ja. E kështu me toka, merrni diçka punoni, keni Po. bashkë me familjen, Veç me gruja. veç me gruje. A është hiç e fort gruja. Po, 60 vjetë. 60 vjetë, a këtë ma të mirë moshka ka. I ndrumë s'po të marrëm kohë ma shumë. Jo, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për kohën. E Na që po dalëm në për fshatrat ndryshme dhe po i vizitojmë banorët, po i qajmë hallët bashkë me ta. Po vjen shpesh. Ne jemi me djumi shqiptar që krejt. Atë përshëndesëm. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Miru pofshim shoku jem. Respekt shumë për juve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Miqtë e mi, dal nga dali erdhi fundi edhe ditës së sotme. Kjo pra ishte gjitha që na e kemi përgadit sot për juve. Erdhëm këtë fshat, u mundu me gjithë sa ma shumë banor, me bisedu me ta, hallë derte, qëshja dalin, qëfar jetese e bojnë, prej atyni që ka na bisedum, tregun paka shumë edhe halli i vetëm në këtë fshat, edhe pse e kanë lënë fshatin me të madhe, është mungesa e transportit. Po shpresoj që edhe këta pak banor që kanë mitë këtu mos me lënë, këtë fshat ka që bukur, ka që malor, ajri mirë, edhe qka tjetra që më ronë vesh, se kushërit ashtë që e ndo, është pak e keqe, se e kam pas mohabetet e ne jem bashke, edhe normalisht kur ndohen njerëzit që i do në largohen, pak të mungojnë, gjithsesi. Na kaq arretëm pra
me pa, me të regu, edhe po shpresoj që në storit e tira kemi me pas në i fshat që halo ma shumë kemi me pas për çka me fol, ka me pas ma shumë banor, edhe jo me i lon kështu katunet. Është gjëna shumë i madh me lon këtë katun kaq të bukur, edhe pse jo është katun që mundesh me jetu gjithaj paskan. O bre, mjafton veç për ajrin që e paskan. E lemo këto tjirat mos flasim, tokat, po unë me i punu, me jetu me gjallnu. E zgjata pak si tepër, po unë gjithsesi ju përshëndes, edhe shpresoj që kemi me u pa për të mirë. Deri në takimin ton tjetër, mirë mbeqim.